Përshëndetje, mirë se erdhët. Jemi duke lexuar Fushia e Vetdijes në Will Goddard, sepse siç mund ta shihni jam duke lexuar pikërisht në të njëjtën kohë për të dyja videot, edhe dje edhe sot, siç e bie sipas mënyrës se si do transmetohen si premier për ju. Dhe në video më përpara ju thash që të gjitha gjërat janë të mundshme. Kjo është tema që do lexojmë sot. Dhe më pëlqeu vërtet shumë, më nxiti që ta vazhdoja leximin, pavarësisht se kapitujt nuk janë shumë të gjatë, janë të shkurtër, por janë thelbësor. Edhe ua kam thënë që janë të përmbledhur në mënyrë shumë të mirë. Është me rëndësi të madhe që e vërteta e parimeve të përshkruara në këtë libër janë vërtetuar her pas here nga përvojat personale të autorit. Kjo është shumë e bukur, sepse në momentin që ti e lexon një libër të tillë, përveç se e di që, sidomos mbas kësaj fjalie, ti e di që edhe autori, pra edhe dikush shumë larg që ka jetuar në një epokë tjetër, që ka pasur komplet një jetë ndryshe nga ne, i ka përjetuar këtë gjëra. Dhe ti sot që ke mundësi, edhe unë që mund të jem duke jetuar një jetë krejt ndryshe nga e juaja, i kam përjetuar këtë gjëra. Dhe çfarë të bën të mendosh që ti je i përjashtuar nga ky ligj ose nga gjithë kjo lloj energjie? Asgjë nuk të përjashton. Gjatë 25 viteve të fundit, ai ka zbatuar këto parime dhe i ka dëshmuar të suksesshme në raste të panumërta. Ai atribuon çdo sukses që ka arritur një supozimi të palëkundur të dëshirës së tij tashmë të përmbushur. Ai ishte i sigurt se këto supozime fikse, dëshirat e tij, ishin të paracaktuara për të përmbushur. Her pas here supozonte ndjenjën e dëshirës së tij të përmbushur dhe kështu vazhdonte në supozimin e tij deri kur ajo që i kishte qëllim të realizojë plotësisht. Deri kur ajo që ai kishte qëllim të realizojë plotësisht, që të kuptojmë saktë atë çfarë po lexojmë. Jetojeni jetën në një frymë sublime të besimit e vendosmërisë, shpërfillni pamjet, kushtet, në fakt të gjitha provat e shisave tuaja që e mohojnë përmbushjen e dëshirës suaj. Më pëlqen ta bëj shpesh këtë, pjesën e injorimit, e injoroj diçka që nuk më pëlqen. Nëse nuk më pëlqen diçka, thjesht e injoroj, bëj sikur nuk ekziston aty. E njëjta gjë ju kërkohet edhe ju. Pushoni me supozimin se ju jeni tashmë ajo që dëshironi të jeni, sepse në atë supozim me vendosmëri, ju dhe qenia juaj e pafundme jeni shkrirë në unitet krijues dhe me qenien tuaj të pafundme, Zotin në këtë rast, të gjitha gjërat janë të mundshme. Zoti nuk dështon kurrë. Kjo është më bukur. Zoti nuk dështon kurrë dhe vetëm kaq mund t'ju mjaftoj. Vetëm kaq mund t'ju mjaftoj që vërtet të bindeni. Se kush mund t'i bëj ballë dorës së tij ose të thotë ç'po bën. Danieli 4:35. Nëpërmjet zotërimit të supozimeve tuaja, ju jeni në të vërtetë të aftë të zotëroni jetën. Kështu ngjitemi shkallës së jetës, kështu e realizojmë idealin. Udhërrëfyesi për qëllimin e vërtetë të jetës është i dorëzosh idealit tënd me një vetdije të tillë për realitetin e tij, saqë të fillosh ta jetosh jetën e idealit dhe jo më jetën tënde siç ishte përpara këtij dorëzimi. Nëse deri tani dhe të dorëzohesh në ideal, domethënë, ideja është që jo unë dua të jem i pasur edhe të shkoj edhe të 500 lekë e fundit që më ka ngelur të shkoj ta shpenzoj me një gjë koti sepse unë jam shumë i pasur. E besoj që tani që unë jam shumë i pasur dhe duhet të shkoj të shpenzoj lekët e mia. Jo, nuk është kjo mënyra. Në momentin që ti e do veten si shumë të pasur, ti duhet i dorëzohesh këtij ideali dhe të fillosh të mendosh si ky njeri i pasur. Njerëzit e pasur çfarë bëjnë? Atë 500 lekë e fundit nuk e shpërdorojnë. Përkundrazi, ca kohë do ta mbajnë në xhep derisa të mendojnë idenë që do ua pesfishoj këtë 500 lekë të fundit. Pra janë gjithkohës duke menduar, janë gjithkohës duke u përpjekur që të marrin vendime ekonomikisht të sakta.
dhe jo unë sot jam shumë i pasur, sepse kështu më ka thënë Migena që dhe kështu më ka thënë edhe Neville Goddard që unë duhet që të imagjinoj veten time si shumë i pasur dhe të filloj që tani të shpenzoj 5 milion lekë. Jo, nuk mundesh, dhe veçanërisht kur nuk i ke. Nuk është kjo mënyra. Edhe duhet kuptuar në thelb gjëja, në momentin që ti dëshiron të jesh i shëndetshëm, duhet fillosh të ndërmarrësh veprime si një person i shëndetshëm. Si sillet një person i shëndetshëm? Do marr të pije me gaz nga mëngjesi darkë? Sigurisht që jo. Sigurisht që një person i shëndetshëm e vlerëson trupin e tij dhe thotë, unë kam një shëndet shumë të mirë tani. Mund të kem vuajtur më përpara, sepse më kujtohet në 17 maj, 16 maj, se e bje 17, se u allakata me datën. Në 17 maj 2026 më kujtohet kam qenë shumë keq me shëndetin, por sot jam shumë mirë edhe unë duhet kujdesem për këtë gjë. Dhe ti duhet ta fillosh ta bësh tani. Domethënë, atë veten që ti e mendon sikur në të ardhmen, duhet fillosh ta bësh tani. Ndalo pijet me gaz, ndalo sheqernat, ndalo kriprat e shtuara, ndalo çdo gjë që e di se në fund të ditës nuk të bën mirë. Ndërkohë nga ana tjetër, e ëndron veten si një biznesmene fuqishme. Për shembull, personalisht, po mendoja një ditë, a jam unë e aftë që të pushoj një njeri nga puna? Domethënë, nesër kur unë të jem një biznesmen e fuqishme, do më duhet të përballem me një situatë të tillë, prandaj duhet filloj ta mendoj që sot. A jam unë në gjendje që t'i them dikujt se që nga ky moment ti do të shkëputesh nga burimi i të ardhurave. Sepse kjo është praktikisht. E di, nuk duhet ta mendosh kështu, duhet ta mendoj si biznesmene në faktin që ti nuk më ke bërë punën dhe unë nuk mund të vazhdoj të paguaj për një punë që nuk bëhet dhe gjitha këto tjerat, por është edhe kjo ana tjetër, ana që unë e di shumë mirë që do më prekte thellësisht edhe thjesht po përpiqem ti mbush mendjen vetes që është okay. Që është okay që jepi Cezarit atë që i takon Cezarit, domethënë jepi secilit atë për cilën i takon, edhe në fund të ditës nëse ky person nuk po të bën punën, nuk ke pse ta mbash në punë. Janë shumë gjëra që vërtet po i mendoja, edhe nuk ka të bëj, të jesh një biznesmen e fuqishme nuk ka të bëj fare me faktin që kam shumë lekë edhe s'di ku t'i çoj, përkundrazi. Ka të bëj me mënyrën se si ti mendon, me vendimet e vështira që duhet marrësh. Ose fakti që shumë goca duan manifestojnë dashurinë, duan të jenë në krah të partnerit, por nga ana tjetër, cilat janë vendimet që ti duhet të marrësh ose sakrificat që duhet të bësh. Duhet fillosh të mendosh tani këto lloj gjërash, domethënë për të pranuar të tjetrin. Sidomos për ne gocat ndonjëherë do të na duhet që ta kuptojmë që nuk jo për fajin ton, por për vetë faktin që nënat shqiptare i rrisin djemt sikur janë 2 vjeç deri në moshën kur janë 40, duke ju bërë gati çdo gjë, duke ju qëndruar gjatë gjithë kohës në këmbë. Në momentin kur ti je partneri i këtij, mund të pritet nga ti që ti t'jesh mami. T'jesh edhe mami i partnerit tënd. Nuk është, e di, mund të duket absurde, por është e vërtetë. E dim se si funksionon. Kjo është mënyra se si funksionon dhe prandaj janë disa gjëra që duhet menduar në shkallën e fundit. Dhe siç ju thash, në momentin që ti thua unë e konsideroj veten biznesmen, nuk do të thotë që ti të shkosh shpenzosh 500 lekë në fundit, sepse unë kam 1 milion lekë në ëndrat e mia. Jo. Duhet mendosh si biznesmen, si mundem ta kthej këtë 500 lekë në 1 milion. Të arrish të marrësh vendime shumë të fuqishme. Nëpërmjet zotërimit të supozimeve tuaja, ju jeni në të vërtetë
të aftë të zotroni jetën, kështu ngjitemi shkallët e jetës, kështu realizojmë idealin. Udhërofyesi për qëllimin e vërtet të jetës është i dorëzohesh idealit tënd me një vetdije të tillë për realitetin tënd, saqë të fillosh ta jetosh jetën e idealit e jo më jetën tënde siç ishe përpara këtij dorëzimi. Domethënë, unë përpara se të dorëzohesha faktit që dua të bëhem biznesmene, nuk e mendoja fare që mund të heqë njëri nga puna. Asnjëherë, pse do e mendoja unë që do heqë njëri nga puna? Sepse unë më shumë isha shqetësuar për faktin që mund të më heqë mua nga puna sesa të heq unë një njëri nga puna. Por kam filluar ta mendoj këtë sepse i jam dorëzuar pikërisht këtij lloji ideali. Ai quani gjërat që nuk shihen si të ishin dhe e padukshmja. Ai i quan gjërat që nuk shihen si të ishin dhe e padukshmja bëhet e dukshme. Afërsisht Romakëve 4:17 thot. Çdo supozim e ka botën e tij përkatëse. Nëse jeni vërtet vëzhgues, do ta vëreni fuqinë e supozimeve tuaja për t'i ndryshuar rrethanat që duken krejtësisht të pandryshueshme. Ju me supozimet tuaja të vetëdijshme përcaktoni natyrën e botës në të cilën jetoni. Injorojeni gjendjen aktuale dhe supozoni se dëshira është e përmbushur. Pretendojeni ajo do të përgjigjet. Ligji i supozimit është mjeti me të cilin mund të realizohet përmbushja e gjitha merakeve tuaja, gjitha atyre dëshirave që keni, ose gjitha atyre gjërave që i keni me merak. Në çdo moment të jetës suaj, me vetdije ose pa vetdije, ju po e supozoni një ndjenjë. Nuk mund të shmangni më shumë të supozuarit e një ndjenje se sa mund të shmangni ngrënien ose pirjen. Gjë që pa ngrënë e pa pirë, ju e dini shumë mirë se nuk mund të shkoni shumë gjatë. Krejt çka mund të bëni është të kontrolloni natyrën e supozimeve tuaja. Të përpiqeni që nga gjitha këto, nga fjala vjen, nga 100 gjëra që ju supozoni gjatë gjithë ditës, përpiquni që 80 prej tyre të jenë supozime të vetëdijes tuaj, pra t'i bëni supozime me vetëdije. Edhe në këtë mënyrë do keni mundësi që edhe ajo 20% që i mbetet nën vetëdijes, të mos e ketë më të njëjtën fuqi si më përpara. Unë jam e sigurt që sot, sepse kam qenë vetë kështu, që në 80% të gjitha supozimeve të mia i vinin nga nën vetëdija. Thjesht unë i supozoja sepse nuk e dija çfarë po bëja me veten time, nuk e dija çfarë po bëja me mendimet e mia. I kisha lënë mendimet e mia si ata kuajt e egër, si spirit dukeshin shumë bukur, sepse secili shkonte në anën e vet, por nuk po shkoja asgjë kundi, pra nuk shkonin të gjithë në një drejtim. Edhe në momentin që ti vendos në 80% të këtyre mendimeve i vendos tek vetdia, ai 20% që nuk është më kaq shpërqendrues ose kaq dominant në pjesën e jetës tënde, të krijuarit të jetës tënde. Edhe duke qenë se i bie fuqia, ti automatikisht ke më shumë, ti fillon që edhe këto 20% të sillen rreth këtij 80% që të filloj të rregullojnë çdo gjë, të rregullojnë njëri tjetrin, të tërhiqen nga njëri tjetri. Krejt çka mund të bëni është kontrolloni natyrën e supozimeve tuaja, kështu shihni qartë se kontrolli i supozimit tuaj është çelësi që e mbani tani për një jetë gjithnjë më të zgjeruar, më të lumtur e më fisnike. Sa e bukur kjo. Unë do ta lexoj edhe një pjesë. Megjithëse ta lëm për ditën tjetër. Po e lëm për ditën tjetër. Sepse që nga shumë e bukur, kështu që jeni bërës, ju jeni bërës. Pra, ju i nënshtrojeni këtij ligji që funksionon, siç nënshtrohesh ligjit të gravitetit, mos e kuptoni sikur po ju nënshtrova këtij ligji është fundi i botës. Ti nënshtrohesh ligjit të gravitetit çdo ditë dhe nuk të duket fare fundi i botës, madje përkundrazi thua jam me këmbë në tokë. Është shprehja më për të treguar që je mirë, je në rregull, jam me këmbë në tokë. Domethënë, ti i nënshtrohesh një ligji dhe thua që kjo është gjëja më e mrekullueshme që mund të ndodhë, jam me këmbë në tokë. Dhe
E njëjta gjë duhet të ndodhë edhe me ligjet e tjera, duhet thjesht i nënshtroheni këtyre ligjeve dhe të konsideroni veten tuaj që jeta ime është duke ecur në supozime të vetdijes. Edhe është njësoj si thuash, jam me këmbë në tokë. Jeta ime është duke ndjekur të gjitha ligjet e magnetizimit, pra shfaq magnetizimin, e ndjen, unë tërheq jetën time gjëra që dua dhe nuk kam nevojë t'i ndjek. Unë i arri gjërat e mia përmes supozimit më të mirë të çdo situate. Pra në secilin prej këtyre shprehjeve ti e duke thënë praktikisht jam me këmbë në tokë. Jam i sigurt, jam i qetë, jam i sakt në gjën që po bëj. Jam me këmbë në tokë. Edhe mendoj që kjo është një ndër mënyrat më të mira për ta parë jetën edhe për ta rregulluar jetën. Edhe pa që nevoja për të bërë asgjë, sepse ligji i supozimit funksionon, ligji i gravitetit funksionon, ligji i tërheqjes funksionon, çdo gjë funksionon tashmë. Thjesht ti duhet ta përdorësh, njësoj siç përdor dhe i beson ligjit të gravitetit, sepse ti nuk çohesh një ditë bukur dhe thua a të çojmë nga krevati apo jo, po sikur të çojmë nga krevati dhe këmbët e mia mos më prekin në tokë sepse ndoshta ligji i gravitetit sot nuk funksionon. Jo, ti nuk ja bën ndonjëherë këtë pyetje vetes, sepse nuk ke nevojë ta bësh të. Ti e di që në momentin që ti do të çohesh, ligji i gravitetit funksionon. Dhe njëjta gjë ndodh edhe me ligjet e tjera dhe thjesht duhet ti përdorësh në të mirën tënde. Do të shihemi sërish, shpresoj që ditën tjetër tashmë të kemi mundësinë për të qenë live, edhe pse jo, edhe ta kemi si bashkëbisedim edhe faktin që jeni bërës, duke qenë se kjo është tema e radhës. Mirupafshim dhe do të shihemi sërish.